Në episodin më të ri të Sportcast, vjen në një intervistë sekretari i përgjithshëm i Komitetit Olimpik të Kosovës Besim Aliti. Apo e rrezikon seriozisht Kosova organizimin e lojrave mesdhetare Prishtina 2030? Kemi pas disa vonesa, i kemi pas lojrat edhe në rrezik. Cili është apeli i Alitit drejtuar qeverisë së Republikës së Kosovës rreth kësaj ngjarje? Tu ju bëj definitivisht thirrje të gjithë institucioneve, nuk kemi luks për debate. Çfarë skenari i errët mund t'i kanoset vendit në lidhje me lojrat mesdhetare? Kam shumë vështirë ta mendoj këtë skenar. Është me vërtet skenari i errët. Çka nëse shteti vonohet edhe më tutje me ndërtimin e stadiumit të ri? Rritje ndoshta e përkohshme me 5.000-6.000 ulse dhe të ketë një kapacitet 20.000. A do të performoj Dua Lipa ose Rita Ora në ceremoninë hapëse të Prishtina 2030? Me krenarit plot do të pranojnë të jenë pjesë e këtij procesi. Cilat janë sportet që sipas Alitit kanë potencial për të shpërthyer në arenën ndërkombëtare? Ka disa federata që tash pak më shumë janë afër suksesit. Këto dhe shumë detaje të tjera i mësoni në intervistën e plot me Besim Alitin në Sportcast, të hënën me fillim nga ora 19.